Tabelat e njoftimeve dhe gjamat e shkollave të mesme të ulta sot janë kthyer në pikat më të rëndësishme për semimaturantët. Me sytë e përqendruar te listat e publikuara, ata kërkojnë emrin e tyre dhe pikët e arritura në testin e arritshmërisë. Drejtori i shkollës Zekaria Rexha tregoi se si i kanë pritur rezultatet e nxënësve të kësaj shkolle. Para pak minutave kemi marrë rezultatet e nxënësve të testit e arritshmërisë klasëve të 9 këtu në shkollën Zekaria Rexha. Akoma nuk e kemi nxjerrë një rezultat sakt për së paku me bë dallimin me vitin e kaluar se si kemi qëndruar këtë vit në pjesën e testit të arritshmërisë, po do të mundohemi shumë shpejt që të marrim këto rezultate. Nxënësit disa prej tyre janë të kënaqur, këta që kanë ardhur dhe i kanë shikuar rezultatet. Ndërsa drejtoresha e shkollës Yllmërina foli për ecërinë e rezultateve, duke veçuar lëndët ku nxënësit kanë pasur më shumë sukses dhe ato ku janë shënuar rezultate më të ulta. Fakt sot na ka ardhur rezultati i nxënësve të shkollës sonë. Deri parës isha duke i analizu pak a shumë tek sukseset e lëndëve të përgjithshme, të suksesi sa mujta me vrejt për shkak se kam ende kohë për mi nxjerrë statistikat, e po që nxënësit kanë pas prirje më shumë tek lëndët e gjuhës shqipe dhe tek lënda e gjuhës angleze. Ndërkaq me aq sa mujta mi vrejt tek shkencat është rezultati më i ulët në krahasim me vitet e kaluara, po flas për shembull në lëndën e teknologjisë dhe të fizikës. Pas rezultateve, nxënësit që tashmë kanë përfunduar klasën e 9 do të pajisen me dëftesa dhe pikët e arritura në test për të drejtuar në shkollat e mesme profesionale dhe në gjimnaze për shkollimin e mesëm të lartë.